Realisht, unë nuk isha në mbledhje, por edhe nga diskutimet që pata pas mbledhjes me kolegët, kuptova që është i qëndrimi i njëjtë i Partisë Demokratike të Kosovës. Ne do të marrim pjesë, por do të abstenojmë, sepse besojmë që partia e cila është e para në këtë zgjedhje duhet të vendosë dhe të marrë primatin në vendimarrjen e saj. Dhe sigurisht që edhe po të kishim votu opozita, sigurisht që nuk do të kaloj dhe nuk e kemi ne për obligim me amojtë ne kurumin për me zgjedhë këtë pjesën e nënkryetarit. Ne kemi ditë nga fillimi që vendosja po viktimizohet me këtë pjesë, duke tentuar të dalë edhe para opinionit publik që shiko se nuk po kemi mundësi me zgjedhë dhe po besëm peng listës serbe, ndërsa di shumë mirë që kur e ka pas mundësinë, ajo nuk e ka shpall as organizator terroriste, as nuk e ka ndalu se vepruari në pjesë demokratike të saj, por e ka lënë deri në kohën e zgjedhjeve. Prandaj ne besojmë që gjithë ky skenar ka qenë i qëllimshëm, e kanë ditë nga fillimi që do të sjellë gjykata kushtetuese në vendim të tillë, ku do të zvarritet edhe me tej mos formimi institucional i kuvendit dhe kësaj fatkeqësisht të rritet edhe më shumë presioni nga qytetarët për gjithë deputetët, por në veçanti edhe për neve. Por besoj në përgjithësi, duke pasur që qytetarët po shohin çdo ditë më shumë egoizmin dhe ignorancën e madhe që po tregon ky pushtet, jam i bindur që qytetarët të shohin se kush është fajtori kryesor.